Mirë dita dhe mirë se erdhët në vlogmas numër 8. Sot jemi një ditë pas ditëlindjes së Koralit dhe nuk e kam shirë akoma make-upin për to mbrëm, po nga që po më pëlqejnë ta qërpikët kështu, edhe se si më vjen që t'i lag dhe thash t'i mbaj të pak të në 2 ditë. Dhe sot deri tani nuk është se kemi bërë ndonjë gjë të veçantë. Korali sa vjen edhe bëhet shumë më i ngjitur pas meje, pothuajse nuk ri fare që të luaj kështu vërdall apo të ri me njerëz të tjerë, thjesht do vetëm në krahun tim. Dhe kështu avash ka kaluar pas dreka. Tani mbas dite e kemi lënë që do të vinë, më tremi kjo macja, vjen kjo macja gjithmonë këtu. Tani mbas dite e kemi lënë që do të vinë këto komshiet këtu që kemi afër bashkë me fëmijët e tyre. I kam thirrur që të bëjmë muhabet edhe të ham pak tort nga torta e Koralit, edhe kështu do të kalojmë pak kohë me to së bashku. Dhe nuk e dim se si do të vijoj pastaj dita deri në darkë. Mos e shty. Kapa kapa koali. Kapa kapa. Kapa kapa kursi na leja ti çuam ti. Talea, kujdes. Joga mami. Jogi puti. Kapi kapi. Kapi kapi Talea. Shik se tala tjetër tani shiko. Po me mam, Talea. Kiko, ai dhe na tërkëte. Kape se do ta kapësh, prandaj bën ashtu. Po ti mos I dil ashtu o mami. Opa, e hape. Kujdes. Kape, thojt kapat. Mbron se do të bëj. Kapat. Oi. Nuk kapa. Na ishte një liqi vogël. I liqi shkoj te pyli. E qeq takoj koalin. Elisa. O koal. Ku po shkon? Koalisa. Ku po shkoj te mami? Si të piqice. Të piqice koali. Un po shkoj te mami. Që të piqice. Të shkoj te mami. Që të piqice. Si më ai më përqesh ti. Shpirt. Ta shumë që mirë mbrëma. Ashtu si që thash pas dreke, që do të vinin këto komshiet bashkë me fëmijët. Kaluam pak kohë me to dhe u kënaqëm. Dhe gjej rastin që t'i përshëndes edhe këtu nga videoja, pavarësisht se ndonjëherë unë nuk mund të filmoj me të gjithë njerëzit që takohem, pasi ruaj edhe privatësinë e tyre, se jo çdo kush e ka dëshirë që të dalë në video. Dhe kështu ne ja kaluam shumë bukur dhe kjo pjesa e mbasdites edhe deri tani darka, nuk e kuptova as vetë se si më iku, thjesht jam marrë me gocat, me Koralin kryesisht që është bërë shumë e varur pas meje. Përgatita pak darkën, një darkë të thjesht, kishim fasule edhe pak pilaf. Tani si pa kuptuar ka shkuar ora 10:30. Koralin e ka zënë gjumi, ka ta lejon jo.
Dhe unë tani mendova që t'i heq këta qerpikët më në fund, sepse sa do që t'i mbaj ata fillojnë pastaj edhe varen, edhe nuk e kam shumë dëshirë që t'i mbaj ashtu. Kështu që erdhi koha që t'i heq dhe ja, u hoq shumë lehtë. I pari të heqim edhe tjetrin, por do të fshi këto make-upin e syve me pak pambuk edhe me krem, sepse nuk dua që t'i fërkoj shumë syt me sapun. Dhe pjesën më të madhe të dua heq kështu me krem. Tani, unë kërë menduar që sot të hapja dhe dhuratat e Koralit, por pastaj po mendoja që me qënë se unë kam thënë që do të bëj një video më vete për ditëlindjen e Koralit, më mirë thash t'i hap dhuratat, t'i sjell hapjen e dhuratave tek videoja që do t'jetë më vete. Mbase ju do të prisni pak kohë, të paktën derisa të mbarojnë këto vlogmas. Në fakt, vlogmas kanë vështirësinë e tyre, sepse duhet që të filmosh për ditë, edhe duhet që të mos harrosh që të filmosh, sepse kur vjen momenti në darkë që bën atë editimin e videos, kupton që ke filmuar shumë pak, edhe mund të dali videoja maksimumi 3 ose 4 minuta nëse nuk i kushton pak më shumë rëndësi, sepse ka ndryshim normalisht nga videot që mund të sjellin një herë në javë ose pak më tepër, siç ka ndodhur me mua, sidomos mbas lindjes së Koralit, sepse Korali është pak e varur pas meje edhe kërkon pak më tepër kohë. Dhe për shkak të kësaj më lodh tepër edhe ka filluar që gjumi më merr shumë herët. E marr telefonin që të bëj editim dhe ka ndodhur shumë shpesh që nuk kam bërë editim as 2 minuta dhe më ka zënë gjumi me telefon në dorë, sa ndonjëherë më ka rënë edhe në fytyrë. Po, okej. Edhe këto gjërat e bukura kanë këto sakrificat e veta, që ndoshta duken në pamje të parë të thjeshta, por më besoni që nuk janë fare të thjeshta, sidomos për të mbajtur edhe fjalën kundrejt jush, në kuptim në thonjza, fjalën në thonjza, për të qenë sa më korrekt edhe me ju. Me qenë se ky kanal është krijuar nga unë, por po vazhdon edhe po shtohet nga ju. Tani besoj që fytyrën, pjesën më të madhe të make-upit e hoqa me kështu me pambuk. Edhe do ta laj pak me sapun tani. Dhe të shkoj që të mbaroj editimin e video, sepse ju prisni videon. Unë kisha menduar që videot t'i sillja pak më herët në darkë, por po shikoj që editimet nuk po i mbaroj dot në orën e caktuar, por po mundoj që t'i mbaroj brenda ditës së caktuar, dhe që të arri dhe t'ju sjell juve vlogmas çdo ditë. Kështu tani u po ju them natën e mirë dhe shihemi në vlogmas numër 9.